I dashur publik, më mbrëma gjithve, jem sërish këtu me ju për t'ju përgjigj një deklarate sa qesharake, aq edhe pa përgjithshme me Milej Mzekës. Ju që më keni përcjell prej fillimit, mua dhe kronikat e Barutit, e dini fort mirë se çka kemi zbuluar për të lidhjet e tij me televizionin e Serbisë, shërbimet operative klandestine të Serbisë, si dhe shitjet e pamjeve të luftës shtirëtare në radio-televizionin e Serbisë, apo ndryshe nëpërmjet Slagjana Zariqit, e cila ka prodhuar filmat dokumentar për të akuzuar rrejshëm të lavdishmën ushtrisë shtirëtare të Kosovës për gjoja trafikim me organe njerëzore. Milej Mzeka më quan psikopat në televizionin të shtatë, në programin e Arsim Lanit, i cili duke qenë se është njeri pa dinjitet dhe pa integritet edhe gazetaresk dhe profesional, e lejon të tallet me diskursin publik një njeri të tillë si Milej Mzeka, madje edhe nuk i ka problem ta thret në programet e tij televizive, sa herë që i duhet propaganda të shtatshit, pra strukturës së narrativave pro Beogradës në mes të Prishtinës. Ta shohim se çka po thot Milej Mzeka. Besoj teorisë tënde, për arsye se po të putesh në rrjetet sociale e besa edhe njerëz publik, ti keni gazetar në Britaninë e Madhe në farë hudja, s'di si quhet. Hudja, ky e din fort mirë që shquhem unë, sepse ky është autori i cili e ka quajtur me instruksionet tina Halit Sahitajn, kriminalin e bashkëveprimtarin e GRU-s ruse, në një përpjekje të dëshpëruar për ndërtu kompromat ndaj meje, për janë përpjek me më komprometu duke ofru dokumentacion të fabrikum në target ndaj Richard Grenelit, të cilin na e kemi verifikuar dhe kemi pa që është i fabrikum, edhe masi e kemi konfirmu që është i fabrikum, edhe janë përpjek me më ofru pagesa pej 5.000 deri në $250.000 për me i publiku materialet e fabrikume. Sigurisht që na nuk kemi pranu, edhe duke qenë se kemi pa përpjekjen e tyne për me na korruptu, na e kemi pa që kjo është një qëllim i caktuar, të cilin jemi përpjek me marrë vesh. Çka kemi marrë vesh është që këta ishin përpjek me mbind mu me publiku material të fabrikum, që kishin fabriku këta, Milej Mzeka dhe Halit Sahitaj, edhe pastaj me ma transferu në një mjet financiar me ndojemër rus që këta dhe janë të lidhën me ta, edhe pastaj me më taku mu dhe me më thonë Vudi, dokumenti që ta këna dhonë është i fabriku, pare që ti këna qu me një emër të rusit, tash ka dëshmi që në llogaritane bankare ka transakcione me emën të oligarkut rus, edhe tash ti dush më punu me neve. Qëllimi ku ka qenë këta me mështimu me punu, si pas burimeve ndërkombëtare që pastaj kanë vëzhgu edhe bisedimet e tyne, gjatë një takimit të dytë ku Milej Mzeka shkon me taku Halit Sahitajn në Marbella që ne dokumentojnë atë vizit, ka qenë për me më angazhu, me më detyru faktikisht me më angazhu, për me punu me sulmu integritetin e drejtësisë, me sulmu gjykatën ndërkombëtare të Kosovës në Hagë, për me paraqit vendimin e tyne të pabesueshëm dhe të pavërtet, pa një madje me i marrë dhe une si ku këta që i kanë bo propagandat e rreshme me thonë që gjykata e Hagës është e Serbisë, o marru pe i Serbisë, është me dëshmitar të rreshëm. Jo, nuk është ashtu. Nuk është e vërtet. Gjykata e Hagës është gjykata e Kosovës, është e mbaruar prej Hashim Thaqit, prej Parlamentit të Republikës Kosovës, edhe dëshmitarët aty janë shqiptarë të vërtet. Përfshirë edhe vetë Milej Mzekën që ka pas fakte kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe ky ku i ka thënë ato pretendime dhe dëshmi në Hagë, nuk i ka thënë me pretendimin se janë veprime kriminale të Hashim Thaqit, por i ka thënë duke akuzuar UÇK-n si UÇK, ndërkohë që Haga nuk e akuzon UÇK-n. Ta dëgjojmë tash çka thot Milej Mzeka për UÇK-n. Po në shini me këtë rast edhe Vebi Kajtazi. Me kom nuk votoj shfuqizimin e saj, sepse kam dëshirë shumë të madhe me pa Hashim Thaqin në burg, i cili e ka pranu gjykatën. Nuk mundet kjo.
A dëgjut, ka dëshirë shumë të madhe me pashë më thashin burg I cili ka pru gjykatën. Pra, si që pat më herët ai te Arsimlani I të shtatë që të më qumë psikopat. Zoti Zeka, pastaj më thot që unë po e dëshira kam burgun e Arsim thashit. Unë nuk dëshiroj burg për askend. Unë kërkoj drejtësi. Ka një dallim themelor ndërmjet këtyne dy gjanave. Hashim thashë edhe bashkë të akuzuarit konsiderohen të pafashëm derisa fajësia tyre të provohet me një vendim përfundimtar nga gjykata e Kosovës në Hagë. Nëse prokuroria nuk I aprovon akuzat, nuk mundet me I provu akuzat me I dëshmu, ata duhet liro. Nëse gjykata vërteton se ka përgjegjësi individuale për krime, ata ligji duhet më zbatu, ata duhet më dënu. Kjo që unë shkruaj për të vërtetë nuk është urrejtje ndaj UÇK-s, është qëndrim I pakontestueshëm dhe I palëkundshëm për sundim të ligjit. UÇK-ja ishte lufta çlirimtare e popullit të Kosovës kundër regjimit gjakatar të Slobodan Miloševićit. Ai nuk është pronë private as e Hashim Thaqit, as e Milajm Zekës, apo ndonjë partijash I plaçkash tjetër që sillet nëpër rrugët e Prishtinës ose rrugëve tjera. Gjykimi I individëve nuk është gjykimi I UÇK-s. Përgjegjësia penale është individuale. Kushdo që I bashkon qëllimisht të dy gjëra, po e përdor luftën si mburoj politike për mi mbështet në dytësitë, me mbulu në dytësitë aty në cilët kanë bërë krime në emër të UÇK-s. Redaksia jonë në Londër I dashur publik nuk ka kërku dënime. Na kemi kërku dokumente, prova, dëshmi dhe përgjigje të cilat I kemi raportuar dhe po I raportojmë tash për të tretën javë. Kemi raportuar se çfarë pretendon prokuroria, çfarë kundërshton mbrojtja dhe çfarë ende duhet të vendosin gjyqtarët. Po, Milajm Zeka nuk po debaton me punën tonë, se s'ka kapacitet me debatu me punën tonë. Ai po e përdor një fyrje personale për me shmang debatin. Kështu është edhe televizioni të shtatë. Ata marrin poshtë përpjet që si farë individash të tillë pa integritet, pa denjë edhe për debat edhe njerëzisht edhe profesionalisht, mu përpjek me gjujt në gurin ndaj meje, u mëtën të gjujt gur, e as një gur nuk mundet më mrok. Sepse krit gur që po I gjujnë ata janë rana. Rana zngjitet, e shkon, vdes. Prandaj këta po kanë nevojë me e përsërit ranën për çdo ditë. Këtu publiku duhet ta di se kush po jep leksione për UÇK-n, besnikërinë dhe Hagën. Hulumtimet tona e kanë dokumentuar se Milajm Zeka ka mbështet krijimin e gjykatës speciale duke komunikuar me zyrën e prokurorit të specializuar dhe ka pretenduar se kishte informacione dhe dëshmi kundër drejtuesve të UÇK-s. Ne kemi dokumentuar ato dhe kemi raportuar materialin e dokumentuar, emailin elektronik të Milajm Zekës ku ja çon prokurorisë Hagës. Na kemi sigurisht një letër pra të tij që ai e ka drejtuar prokurorisë Hagës, ku ai përshkruan akuza të rënda kundër Hashim Thaqit dhe ish komandantëve tjerë. Pra, njeriu që sot më akuzon mua se dëshiroj burgosin e Thaqit, është vetë personi që ka deklaruar publikisht se ka mbështetur gjykatën speciale dhe që u ka dërguar materiale institucioneve të saj. Kjo është hipokrizia atyne. Kjo është mungesa e kapacitetit intelektual dhe integritetit gazetarës të televizionit të shtatë që zguxojnë më maqu telefonin me më thirë mu, me thonë Vudja mundi me bisedu para ekranit me publikun. Hulumtimi ynë gjithashtu I dashur publik ka dokumentuar se Zeka ja ka shit materialet filmike të luftës, një produksioni të lidhur me televizionin e Serbisë, materiale që janë përdorur në dokumentarin propagandistik që quhet Shtëpia e Verët. Milajm Zeka ka pranuar pagesën, sipas deklarimit të tij, parat janë transferuar në llogarinë e bashkëshortes së tij në Tiranë, edhe pse materiali ishte shitur në emër të RTK-s. Prandaj, para se më dhon dikush si ai mësime mbi UÇK, ai duhet me u përgjigj pyetjeve shumë më të thjeshta. Me çfarë të drejtë morale e përdor ai sot UÇK-n si armë kundër gazetarëve? Kur arkivat e luftës I ka shit në të njëjtat media shtetërore serbe që ai I ka përdorur për narrativa kundër saj. Hulumtimet tona kanë ngritë gjithashtu pyetje serioze për marrëdhëniet e tij me Elit Saidën që për më herët dhe përpjekjen që redaksia jonë
me publiku një dokument fabrikun kundër një diplomati amerikan për kontaktet me Richard Grenell dhe për pretendimet e tij të ndryshueshme rreth dëshmive të Hagës. Këto janë çështje që kërkojnë përgjigje, jo shamje. Milaim Zeka ka pas mundësi me ju përgjigj sepse na i kemi dhënë mundësinë me ju përgjigj pyetjeve tona, po ai ka vendosur mos me ju përgjigj. Na i kena ofruar hapësirë me vizionin e tij, po në vend të përgjigjeve me fakte, ai është përgjigje dhe me fymje, na ka shash për shkak për emaila. Edhe sonte po e bën të njëjtën gjë. Kur nuk mundet me kundërshtu dokumentin, dëshminë e sulmon gazetarin, e njëjta mendësi e strukturës vrastare të shikut vrastar. Kur nuk mundet me shpjegu kontradiktën e veta, shpik diagnoza. Kur nuk mundet me ju përgjigj publikut për veprimet e veta, fshihet mas OÇK-s. Unë jam OÇK. Po OÇK-ja nuk mbrohet duke eshtë për viktimat e luftës, duke i friksu dëshmitarët, apo duke shpallur tradhtar secilin njeri që kërkon drejtësi. Ajo mbrohet duke ndarë të qartë, në mënyrë të qartë, luftën shlirimtare nga përgjegjësia individuale e kujdo që mund ta ketë shkelur ligjin. Zeka, unë nuk jam mjek dhe nuk do t'ju diagnostifikoj, jam gazetar. Prandaj nuk do t'ju përgjigjem me fyrje, do t'ju përgjigjem me dokumente, qysh ju kam përgjigj gjithmonë. Nëse pretendoni se unë kam kërkuar dënimin e arsimtarëve, publikoj në deklaratën time plot ku e kam bërë këtë. Nëse nuk keni, atëherë largoni me shpifje, se s'mundeni me fitu me rana. Ta kom çmontu çdo rand që e ke qitë në publik. Ti kom dokumentu lidhjet e tua me Serbinë. Ti kom dokumentu lidhjet e tua me Fatmir Shehollin, spionin e Serbisë. Ta kom dokumentu faktin që ti e arrestu në ndryshime për spionazh për Serbinë bashk me Fatmir Shehollin. Ta kom çmontu në mënyrë analitike kuptimin e 3 deklaratave të njëjtës ditë krejtësisht kundërthënëse, të cilat rrjedhimisht nënkuptonin qartë se ti vetëm se po e pranoje nëpërmjet rreshtave se ishe arrestu në ndryshimin për spionazh për Serbinë bashk me Fatmir Shehollin. Ta kom dokumentu që je liru prej prokurisë speciale të Kosovës pasi arrestu në ndryshimet për spionazh për Serbinë, sepse ke pas kompromat ndaj Blerimi Sufajt. Tash Blerimi Sufaj ka shku. Krye prokurori i shtetit i ri o emnu. Nuk e di që shkimi i të drejtësisë, o Milaim Zeka. Je në gjykat, në procedurë gjyqësore, ku dëshosh se ke vrarë civil të pafajshëm, edhe ke manipulu me kontratë për mja marrë shtëpinë njerëzve të vdekur. E ke kallat shtëpi për mi marrë pare sigurimit që e ke pagu me sigurim. Peqa se shtëpie ke marrë pare publike, mira euro për paras publike të jalshu me qëra ministrisë. O zoti Zeka, je thellë në probleme serioze, korruptive, zhvatse, manipuluse, spion lëkut. Dhe i dokumentuar. Ose përmeni emrin tem, se ju jeni aq i ndytun dhe i ndotun vetë, se që nuk mund të pastroni figurën tuaj të zhytun thellësisht në pislë që du ka përmenu në emrin një gazetari me integritet si që mund. Digjesh sa herë që e përmenu emrin tem, se sa herë që ti e përmenu emrin tem me fymje, me shamje, unë të dalë me dokumente, unë të dalë me dëshmi. Edhe ja kujtoj publikut se kush jeti. Ma mirë bjen mos e përmen emrin tem. Se është sikur me prej gacën. Problem është. Gjithsesi, i dashur publik, faleminderit shumë që jeni me mua në këto momente. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju jam absolutisht mirënjohës për gjitha mbështetjet tuaja të vazhdueshme, të pakontestueshme që më keni dhënë deri më tash. Lidhuni me ne, abonohuni me Kronikat e Barutit. Ne do të vazhdojmë serinë e publikimeve për atë çfarë po thot dosja Hagës. Siç ju kam thënë edhe më herët, mos hezitoni, merrni kurajo, merrni guxim dhe lexoni materialet tona, po përveç leximit
shpërndani ato me miq të tjerë, komentoni, jepni mendimet tuaja, shprehni shqetësimin tuaj, por aman i lutem shumë, t'jeni të artikuluar, t'jeni ta spjegoni me mendimin tuaj, duke menduar pse mendoni ashtu siç mendoni. Mos qoni fymje se s'ka kuptim. Po mujtana me ju kuptu ku e keni shqetësimin. S'keni nevojë me shoh, kërkon veç kallzoni pse nuk pajtoheni edhe ku i keni shqetësimin. Edhe kështu ecën përpara gjithë dinjitet shumë. Faleminderit shumë një herë e mirupafshim paraqitjet e tjera. Nese vjen seria e tretë e artikullit lidhur me atë se çfarë çoi në vrasjen e Xhemal Mustafës, siç e ka ndërtuar kronologjinë e tregimit të verifikuar dhe konfirmuar Prokuria Speciale e Kosovës në Hagë. Ne po shkruajmë, ne do të vazhdojmë të shkruajmë përkundër kërcënimeve, përkundër zhytjeve, të fyrjeve të njëpasnjëshme, etiketimeve të vazhdueshme, e cila fushat ne e dim që është organizuar nga struktura vrastare e Shikut, sepse e kemi identifikuar ideolektikën e gjuhës dhe strategjive, taktikave të komunikimit me publikut, se si Shiku e përgatit terrenin për ta vrarë dikën. Mi po unë e di që ata zguxojnë me vrarë mu, sepse unë kam mbrojtje të Shtetit Britanik dhe e di që i gjenë e zesdita deri më një. Nuk mirët shteti me dorasin, mirët me urdhërënësin. Prandaj ai urdhërënës kush do qoftë ka mu gjetë deri në zinxhirin e fundit, prandaj ata nuk guxojnë me bë këtë akt makabër të vrasjes siç e kanë bërë me politikanët, luftëtarët e lirisë, me gazetarët e tjerë në Kosovë. Sepse unë e gëzoj këtë privilegj të mbrojtjes, por e gëzoj edhe vëmendjen e publikut. Tashmë këta nuk munden me etiketimet e tyne, me rëndat e tyne, nuk mund me fitu kundër të vërtetës. Unë tashmë e gëzoj një audiencë prej më se 17 milion vizitorëve apo lexuesve në muaj në rrjetet e mia sociale, dhe ata e dinë që sikur dikush tjetër edhe të më vras, është përgjegjësia e tyre, kështu që kushdo që ndodh që ta ngrej këmbëzën për të më vrarë mua, do të gjendet deri te i fundit. Unë rroj për të vdekur sepse ne lindim, rrojmë dhe vdesim. Unë nuk e kam problem vdekjen, atë çka e kam problem është të rroj duke qenë i vdekur. Por jeta ime e gjallë do të shndrohej në vdekje edhe sikur t'isha i gjallë, sikur unë t'isha një prej këtyre gazetarëve që gënjen, që manipulon, që shpif, që mashtron publikun. Po me dinjitet të plot dhe me krenari të pashoq, u a them se nuk jam prej tyre, si që dini edhe ju. Prandaj, kur unë jam i gjallë, jam vërtet i gjallë. Prandaj, kur unë veproj si gazetar, strukturat kriminale dhe rrjetet vrastare që kanë për dhënë llogari para drejtësisë dridhen për çdo ditë. Dhe dridhjet e tyre po i ndjej nëpërmjet operacioneve të tyre të vrasjes së karakterit, të etiketimeve, të rrënave, të shpifjeve, të përpjekjeve për ta ndotë, për ta ndytë karakterin tim, po nuk munden. Është e pamundshme. E vërteta nuk mund të vritet. Prandaj unë do të vazhdoj dinjitetshëm, do t'ua tregoj të vërtetën, do të rroj për të treguar, për deri në minutin e fundit sa unë t'jetoj, do t'ua tregoj të vërtetën. Edhe do ta shkruaj në shkronja shqipe, aq pasi sa të gjithë po e kuptojnë, fatmirësisht, edhe kështu nuk do ndalemi. Faleminderit shumë gjithëve edhe një herë. Mos harroni, abonohuni me kronikat e Barutit. Siç keni pa, kam nisur një projekt tjetër që quhet Gazeta Republika. Ambicia është me bë gazetë përditshme. Jemi duke përpjekur për me mbush me staf. Nuk kemi fonde për me mbush me staf, mirë po mënyrën se si po e bëjmë është jemi duke ju qasur universiteteve për të parë nëse studentët para diplomimit janë të interesuar të angazhohen në një formë ku ata do të marrin trajnim për përgatitje profesionale nga ana jonë për gazetari,
dhe njëkohësisht do të angazhohen në veprime redaksionale hulumtuese, ku do t'i nxjerrim materiale të cilat ne pastaj do të shndrojmë në artikuj. Pra projekti Republika është një gazetë që meton me qenë e përditshme dhe unë besoj që sapo të arrijmë nivelin e duhur të botimeve, lexuesit do të fillojnë të abonohen edhe atje me pagesë, edhe do të mund të kemi mbështetje të mirë financiare nga publiku, edhe kështu do të vazhdojmë me këto dy projekte jashtëzakonisht të rëndësishme, ku Kronikat e Barutit do të mbetet me misionin e saj fisnik të mbrojtjes së Kosovës përballë armiqësive të huaja dhe të brendshme, të cilat mëtojnë ta minojnë edhe ta sabotojnë konsolidimin e shtetit. Kryesisht do të ketë gazetari hulumtuese, por do të ketë analitike, ndërkohë që Gazeta Republika, pra projekti i Gazetës Republika, është kryesisht projekt ku ne vetëm raportojmë, por dhe analizojmë zhvillimet përballë interesave të publikut. Ne mëtojmë të raportojmë në fushën e ekonomisë, drejtësisë, kulturës, zhvillimeve shoqërore, politikës, por do të krijojmë hapësirë edhe për opinionistët, por opinionistët të cilët do t'i pranojmë ne do të shkojnë, do të përballen, do të shkojnë nëpërmjet një parimi rigoroz të verifikimit të fakteve të cilat ata i paraqesin në opinionet e tyre. Pra ne nuk do t'ju japim hapësirë në seksionin e opinioneve njerëzve vetëm pse e kanë një opinion. Do t'ju japim hapësirë njerëzve që dinë çka do të thonë opinioni, që dinë me ndërtu një opinion. Nuk është me rëndësi se çfarë pozite mbrojnë, me rëndësi është që atë pozitë që e mbrojnë me argumentet që ata i artikulojnë të jenë të bazuara në fakte të verifikueshme. Ne nuk e kemi problem nëse një opinionist vjen e mbështet pozitën e kryeministrit Kurti, por derisa ajo mbështetje është artikuluar mirë dhe e bazuar në fakte. Nuk e kemi një problem nëse një opinionist vjen edhe mbështet pozitën e Partisë Demokratike të Kosovës, apo LDK-s, apo AK-s, apo ndonjë partie tjetër, por derisa ato mendime, opinione janë të artikuluara qartë, të mirë kuptuara dhe janë të ndërtuara në fakte të verifikueshme. Rrencat, arrenat, manipulatorët nuk kanë hapësirë në redaksin tonë, në seksionin e opinioneve tona, por gjithashtu nuk do të mund dhe nuk do t'ju japim po ashtu hapësirë edhe në seksionin e opinioneve edhe atyre të cilët e mbështesin narrativen agresive të armikut, pra Serbisë ndaj Kosovës. Aty çfarë do të qoftë opinionin, çfarë do fakte është i bazuar, nuk ka vend në redaksin tonë. Ne e kemi prioritet interesin tonë kombëtar, shtetin tonë, popullin tonë. Serbin ka kush e mbron, ata që duan me mbrojt në ta kenë atje, por ata që duan me mbrojt Serbin dhe interesat e tyre nuk kanë hapësirë në gazetën tonë, në asnjë prej mediave tona. Kaq kisha për sonte, qofshim e shnet e shihemi